Fratelli e sorelle, Cristo è risorto, buona Pasqua! Le të ulim armët, paqja nuk arrihet me forcë, por përmes dialogut. Ky ishte mesazhi i Papa Leonit XIV në meshën e Urbi et Orbi të dielën e Pashkëve. Ati i shenjtë kremtoi Pashkën e parë pasi u ngjit në fronin e Shën Pjetrit vitin e kaluar, ku u nda nga jeta paraardhësi i tij, Papa Francesku. Ai vuri në dukje indiferencën njerëzore përballë luftës dhe padrejtësisë dhe kërkoi reagim. La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta. Fuqia me të cilën Krishti u ringjall është krejtësisht paqësore, pa dhunë. Vëllezër dhe motra, kjo është forca e vërtetë që sjell paqe për njerëzimin, sepse nxit marrëdhëniet me respekt në çdo nivel, mes individëve, familjeve, grupeve shoqërore dhe kombeve. Nuk kërkon interesa private, por të mirën e përbashkët. Nuk kërkon të imponoj planin e vet, por të ndihmoj në hartimin dhe realizimin e një plani së bashku me të tjerët. Përmes ringjalljes së tij Zoti na vë përballë dhe më fuqishëm me realitetin dramatik të lirisë tonë. Në dritën e Pashkëve le të lejojmë veten të mahnitemi nga Krishti, le të lejojmë që zemrat tona të shndërrohen nga dashuria e tij e pamas për ne. Le t'i lënë armët ata që i kanë, le të zgjedhim paqen ata që kanë pushtetin për të ndezur luftra. Jo një paqe të imponuar me forcë, por përmes dialogut, jo me dëshirën për të sunduar të tjerët, por për t'i takuar ata. Po mësohemi me dhunën, po dorëzohemi para saj dhe po bëhemi indiferent. Indiferent ndaj vdekjes së mijëra njerëzve, indiferent ndaj pasojave të urrëties dhe përçarjes që konfliktet mbjellin, indiferent ndaj pasojave ekonomike dhe shoqërore që ata sjellin, të cilat i ndjejmë të gjithë. Po rritet gjithnjë më shumë një globalizëm i indiferencës, për të përdorur një shprehje të dashur për Papa Franceskun, i cili një vit më parë nga kjo lozhe i drejtoi botës fjalët e tij të fundit, duke na kujtuar: sa jeti e madhe për vdekje dhe për të vrarë, shohim çdo ditë në konflikte të shumta që përfshin pjesë të ndryshme të botës. Kryqi i Krishtit na kujton gjithmonë vuajtjen dhe dhimbjen që rrethojnë vdekjen dhe agoninë që ajo sjell. Të gjithë kemi frikë nga vdekja dhe nga kjo frikë largohemi, duke mos dashur ta shohim. Nuk mund të vazhdojmë të jemi indiferent dhe nuk mund të pajtohemi me të keqen. Në këtë ditë feste le të heqim dorë nga kjo dëshirë për konflikt, dominim dhe pushtet, dhe të lutemi Zotit që t'i dhurojë paqen e tij një botë të rrënuar nga luftrat dhe shënuar nga urrëtia dhe indiferenca që na bëjnë të ndihemi të pafuqishëm përballë të keqes. Papa Leoni XIV njaftoi edhe një moment lutjeje për paqen, që do të kremtohet në bazilikën e Shën Pjetrit të shtunën e ardhshme, më 11 prill.